Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komiteti për Marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura e Wendt mori mbështetje nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet kaloj për votim në seancën plenare të Senatit. Në dëgjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krijimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane. Zbulohen detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavin me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactiv informon se synimi është krijimi një grupi blloqesh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malë të Zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk tërhiqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomuçunski shpreh këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. И можел да го кажеме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме. Ajo që mund të them është se ne si shtet mbetemi të përkushtuar në reformat europiane, mbetemi në orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë në pozicionin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan një përpjekje për konfirmimin e të ardhmës europiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimi i marrëveshjes së Ohrit në dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd dhe zbatimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat dhe vlerat e Bashkimit Evropian në veçanti me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, paralajmëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës europiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet përkatëse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregulla të përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas Komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.